Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut pranon paregullsitë e zbuluara gjatë kontrollit mbi ndërhyrjet kardiokirurgjikale dhe kardiologjike. Në një konferencë për shtyp, Azir Aliu tha se nga 19 ankesa, 10 pacientë janë operuar pa nevojë ose janë referuar për operim edhe pse nuk kishte indikacione të mjaftueshme. Komisionit janë dorëzuar gjithsej 25 raste, nga të cilat u konstatua se 6 nga ato raste duhet t'i përcjellen Inspektorati Shtetëror Sanitar, Shëndetësor, pasi komisioni nuk ka kompetencë për to. Janë analizuar 19 raste dhe nga ato 19 raste, 10 prej tyre komisioni ka konstatuar se operacionet janë kryer pa nevojë ose pacientët janë referuar për operacion pa indikacione të mjaftueshme. Koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut pretendon se rritja e pagës minimale në mars të vitit të ardhshëm me 2.000 denar duke çuar në 26.400 denarësh vetëm fillimi i reformave që po sjellin ekonominë e vendit. Për koalicionin në pushtet Vlen, kjo rritje është dëshmia më e fortë se si qeverisja nuk njeh pritje, nuk njeh vonesa dhe nuk njeh justifikime. Vlen do të vazhdojë me vendime të guximshme dhe politika të qarta në shërbim të qytetarëve, sepse besimi që na dhat më 19 tetor, po e kthejmë në punë, zhvillim dhe dinjitet. Kjo është qeverisja që ndihet në jetën e qytetarëve, apelojnë nga Vlen. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut me drejtimin e Këshillit Komunal të Gostivarit në seancën konstituive, Valdet Xhaferi u zgjodh kryetar me 13 vota nga 23 që janë gjithsej, të cilat 12 ishin nga Koalicioni Kombëtar për Integrim dhe një nga LSDM-ja. Alianca Kombëtare për Integrim vlerësoi qytetarët për zgjedhjen e Valdet Xhaferi duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri për Gostivarin. Ndonse në zgjedhjet e 19 tetorit nuk u arrit censusi për komunën e Gostivarit, ky rregull vlen vetëm për kryetarin dhe jo për Këshillin Komunal. Rajoni. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është kritik me zyrtarët në Bruksel se nuk po e shohin progresin e arritur në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në intervistë për Politikë, Osmani kujtoi se rruga integruese e Kosovës mbetet e bllokuar dhe sipas saj, procesi bazuar në merita, për të cilin Bashkimi Evropian flet aq shumë, ende nuk po shihet në praktik. Sa i përket mundësisë që Gjermania të shtyjë përpara procesin integrues Kosovës, Osmani tha se shpreson që të ndodhë një gjë e tillë me që Kosova nuk po kërkon bamirësi, por shtyrje përpara bazuar në merita. Osmani ka përmendur dhe faktin që Bashkimi Evropian ende nuk ka shqyrtuar aplikacionin e Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat, duke thënë se ai ndodhet diku në sirtarët e Bashkimit Evropian. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pas mbledhjes së kryesisë, kryetari i partisë Ramush Haradinaj tha se partia e tij nuk do të hyjë në asnjë koalicion parazgjedhor. Haradinaj pranoi se ka pasur kërkesa për takime nga Glauk Konjusa, ndonse i cilësoi si të panevojshme. Krijimi i një qeverie është një proces tjetër. Kushdo që i merr përgjegjësitë e merr përsipër me siguru votën. Ne nuk kemi pas ndonjë propozim ose kërkesë nga vetë vendosje për çfarë do bashkëpunimi. Ka si më thon kërkesa për takime. Po nuk mendojmë se takimet janë diçka që ja vlen. Ku nuk ka propozime për ndonjë përgjegjësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj tha se ai beson se një grup i bashkuar mund t'i bënte ballë Albin Kurti dhe ta mposhte në një të ardhme të afërt. Limaj tha se kandidatura serioze me një infrastrukturë serioze të dy kampeve të mëdha mund të futen në garë për vendin e parë. Unë besoj që kandidatura serioze me një infrastrukturë serioze të dy kampeve të mëdha seriozisht mund të futen në garë për vendin e parë dhe unë besoj jo opozitarizmin e fortë, por seriozisht jam i bindur që ai kandidat do të jetë kryeministri i Kosovës. Unë mendoj se duhet të bëhemi 2-3 pole, minimumi 3 grupime të fuqishme që maksimalizon votën opozitare, apelon Fatmir Limaj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mos ma prek familjen është thirrja e koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës në tubimin që pritet të mbahet ditën e shtunë. Në orën 10:30 në sheshin Skënderbej, koalicioni do të mblidhet për të kërkuar mos dekretimin e ligjit për barazinë gjinore. Thirrja e pastor Akil Pano, një prej drejtuesve të koalicionit, është që të gjithë të bashkohen kundër ligjit që prek kushtetutën dhe familjen si bazën e shoqërisë. Ka ardhur koha për të mbledhur së bashku për të ruajtur këto çështje të cilat janë thelb në kulturën dhe traditën tonë, identiteti ynë, gjuha jonë, kultura jonë, tradita, fëmijët dhe familjet. Krahasaj, koalicioni bën thirrje për të firmosur dhe peticionin që kërkon anullimin e këtij ligji. Formën që ka synon promovimin e një ideologjie të caktuar që cënon drejt për drejt sovranitetin e vendit, shkelërendin kushtetues, parimin e lirisë së ndërgjegjës, lirinë e shprehjes
dhe identitetin biologjik dhe natyror të njeriut. Shqipëria ka nevojë për ju, fëmijët tuaj ka nevojë për ju, familja juaj ka nevojë për ju, gjuha shqipe ka nevojë për ju, liria si perceptim, jo thjesht filozofik, por liria si perceptim i jetës aktive të përditshme ka nevojë për ju. Kemi nevojë të mblidhemi të gjithë bashkë. Kryeministri Edi Rama shpreh shqetësimin se pavarësisht përpjekjeve për mbulim më të mirë për sigurime, ende shumë familje dhe biznese të vogla mbeten pa mbrojtjen e nevojshme. Gjatë konferencës vjetore të organizatës botërore të mbikëqyrësve të sigurimeve që mbahet për herë të parë në Ballkan, kreu i qeverisë deklaroi se përfshirja e sigurimit në politikat publike, duke lidhur me rezistencën klimatike, bujqësinë, infrastrukturën dhe rrjetet e sigurisë sociale do të përmirësojnë qasjen ndaj financimit të rrezikut nga katastrofat. Ne mund të mos parashikojmë do çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për të përballuar e për të rimëkëmbur. Të ndërtosh një rezistencë të tillë duhet një mendësi e ndryshme, proaktive. Në shumë vende ekzistojnë ende hendeshe domethënëse të mbulimit. Në rastin e Shqipërisë për shembull, pavarësisht përpjekjeve për një mbulim më të mirë. Sipas tij, sfidat si ndryshimi i klimës, kërcënimet kibernetike apo luhatit e tregjeve financiare globale kërkojnë veprim të përbashkët për zgjidhje novatore gjithëpërfshirëse. Është e qartë. Na duhet të zgjerojmë rrjetet tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektor e lloje rreziqesh, e të sigurohemi që këto zgjidhje të jenë të mundshme për të marrë nga gjithkush. Po, natyrisht, aq sa është e qartë. Sport. Kombëtarja Kuqezi fiton me një rezultat minimal ndaj Andorës dhe për herë të parë kalon në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Pas fitores 0-1 në Andorra me golin e Kristian Aslanit në minutën e 67 dhe humbjes 2-0 të Serbisë në Angli, Shqipëria mban zyrtarisht vendin e dytë në grupin K, 7 pikë më pak se kryesuesit e Anglisë dhe 4 pikë më shumë se Serbia e vendit të tretë. Neti Bajrami ka hapësirë, bukur Uzuni në krahun e djathtë. Zbresimi shpejtësi është Aslani, është Hoxha. Uzuni, Aslani! 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 0-1! Ndeshjen e fundit kuqezin të mbyllin të dielën orën 18 në Albania përballë Anglisë. Shorti për ndeshjet e play-offit do të hidhet në Nyon në 20 nëntor. 12 skuadrat e rënditura në vendet e dyta nga grupet kualifikuese dhe 4 nga skuadrat më të mira të Ligës së Kombeve do të ndahen në 4 vazo sipas renditjes së këtij muaji në FIFA. Gjatë gjysmëfinales play-off, kombëtarja do të ndeshet me Çekinë, Slovakinë, Skocinë dhe Hungarinë, që kanë dhe koeficientet më të lartë, ndërkohë që ekipet e vazhës së parë do të ndeshen me ato të vazhës së katërt që vijnë nga Liga e Kombeve. Ekipi ynë, ndeshjen e parë të play-offit do zhvillojë në udhëtim. Kjo, pasi UEFA favorizon ekipet që kanë koeficient më të lartë. Nëse Kuqezin kalojnë me sukses ndeshjen e parë në bazë të shortit, do të ndeshet me një ekip më të fortë që ka kaluar në raundin e ardhshëm nga çiftet e shortit. Ndeshjet e play-offit luhen më 26 dhe 31 mars 2026. Trajneri kombëtare Silvinho foli pas fitores 0-1 të Shqipërisë në Andorra dhe sigurimit të play-offit për në botrorin 2026. Jam krenar për të gjithë futbollistët, nuk mendoj për kundërshtarët, pasi kemi edhe një ndeshje përpara. Më vjen keq për Pajazitin dhe Cakin që ishin në tribunë. Tutsi ishte një ndrim taktik, është një futbollist që na duhet dhe krijon hapësira. Jam i kënaqur me gjithë futbollistët dhe ato të stolit, tha Silvinho pas takimit, ndërsa sfida e radhës sipas tij është Anglia, e cila kryeson grupin. Kristian Aslani pranoi se Shqipëria nuk bëri një pjesë të parë të mirë me Andorrën. Autori i golit në minutën e 67 tha se po punojnë shumë mirë me Uzunin për këto gola, teksa këshillon festë me mendje tek Anglia. Do të festojmë sot dhe mendojmë për Anglinë. Kishim vështirësi. Në pjesën e dytë sulmuesit patën më shumë hapësirë dhe e merituan fitoren. Por tani, të mos mendojmë për ndeshjen, shkojmë në Tiranë të festojmë dhe pastaj mendojmë për Anglinë, tha Kristian Aslani, autori i golit fitores në Andorrës. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, pas fitores ndaj Andorrës, pranoi se të gjitha ekipet në këtë skuadër e kanë pasur të vështirë. Kemi festuar në dhomë dhe tham se tani duhet të mendojmë play-offin. Akoma më e vështirë do të jetë në mars në play-off, apelon Duka. Sipas tij, skuadra e menaxhoi mirë. Edhe presidenti Bajram Begaj përshëndeti fitoren e kombëtares Kuqezin ndaj Andorrës me rezultatin 0-1. Kosova luan të shtunë në ndeshjen e parafundit kualifikuese kundër Slovenisë. Kombëtarja synon ta fitojë në mënyrë që të sigurojë vendin e dytë në grup që e çon në play-off. Dardanat aktualisht janë në vendin e dytë me 7 pikë, 3 më pak se Zvicra në vendin e parë me cilën Kosova luan të martën. Slovenia ndërkaq është në vendin e tretë me 3 pikë, e Suedia në fund me vetëm 1 pikë nga 4 ndeshje të zhvilluara. Në këtë grup, betejë është e hapur.
Maqedonia e Veriut do të luajë ndeshjen vendimtare të martën në Cardiff kundër Walesit, me të cilin ka 3 pikë më shumë, por edhe një ndeshje më shumë. Në këto kushte, një barazim në ishull ndoshta do t'i mjaftojë për të kualifikuar në fazën eliminatore. Në këtë grup, Belgjika duhet të konfirmojë vendin e saj në Kupën e Botës me fitoret ndaj Kazakistanit dhe Liechtensteinit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.